Spoštovani predstavniki medijev, spoštovani predstavniki obeh delegacij, pozdravljeni na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Republike Albanije, gospoda Bajrama Begaja v Republiki Sloveniji. Uvodoma bo spregovorila gostiteljica uradnega obiska, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar. Nato bo izjavo podal predsednik Republike Albanije, gospod Bajram Begaj. Potem pa bo čas seveda tudi za vaša vprašanja. Sprejeli bomo po 2 vprašanji na vsakega predsednika, torej skupaj 4. Gospa predsednica, izvolite. Ja, hvala lepa, Nejc. En lep dober dan tudi vsem predstavnikom medijev. Izjemno zadovoljna in vesela sem, da lahko danes gostim kolega albanskega predsednika, gospoda Bajrama Begaja. Srečala sva se že na kronanju Karla III. V Londonu, kjer sva imela res prijeten pogovor. Danes sva se dotaknila tem, seveda, ki se dotikajo regije, v kateri prebivamo vsi skupaj. Veliko pozornost sva posvetila procesu Brdo-Brioni. Veste, da je to proces, ki ga kot predsednica želim nadaljevati. Pogovarjala sem se že z vsemi predsedniki iz regije in predlagala, da fokusiramo ta proces v teme, ki niso tiste vroče dnevno politične teme. Tudi predsednik Begaj se je strinjal, da se fokusiramo na teme, ki nas združujejo in ne na teme, ki nas oddaljujejo drug od drugega. Skratka, kot že veste, letošnji Brdo-Brioni proces bo potekal v Severni Makedoniji. Vsi predsedniki so potrdili prisotnost, izjemno sem vesela, da je tako. Dotaknili pa se bomo tem, kot so klimatske spremembe in seveda problematika mladih. Tudi albanski predsednik je vesel, da smo teme fokusirali na tisto, kar je resnično pomembno za samo prihodnost. Vesela sem, da lahko pozdravim in pozitivno ocenim proces Albanije pri približevanju k Evropski uniji. Slovenija je velika podpornica vseh držav Zahodnega Balkana pri procesu približevanja oziroma priključevanja Evropski uniji. Albanija je naredila velike korake v tej smeri, proces poteka. Bo gospod predsednik še sam kaj več povedal, na kateri točki danes so. Vendarle so se dotaknila tudi odnosa Evropske unije do približevanja držav Zahodnega Balkana. Tudi sama osebno nisem zadovoljna in Evropa se danes zaradi vojne v Ukrajini, pa ne samo zaradi vojne v Ukrajini, ampak tudi zaradi napetosti med Beogradom in Prištino, zaveda, da je ta integracijski proces potrebno pospešiti in da mora tudi sama oddelati svoje na tem področju. Dotaknila sva se seveda tudi gospodarske izmenjave med obema državama. Številke so višje, kot so lansko leto. Približali smo se številki 95 milijonov evrov blagovne menjave, kar seveda še zdaleč ni številka, na katero bi lahko vsi ploskali. Oba se zavedava, da lahko na tem področju naredimo več. Pogovarjala sva se o tem, da bi oba znotraj najinega predsedovanja poskušala z gospodarskimi delegacijami to gospodarsko sodelovanje seveda okrepiti. Priložnosti je veliko. Nenazadnje se Albanija zelo prebuja na področju turizma, tudi vse več Slovencev potuje v Albanijo. Slovenija zna ponuditi marsikaj tudi albanskim turistom, predvsem pa lahko Albaniji ponudi znanje v zelenem trajnostnem turizmu. To je tisto, kar je naši državi blizu, to je tema, na kateri veliko delamo in predsednik se je strinjal, da je priložnosti za sodelovanje na področju turizma veliko. Seveda tudi na področju kmetijstva, gozdarstva, infrastrukture, tu Slovenija lahko ponudi marsikaj. Vesela sem, da naši državi imata 30 let sodelovanja na diplomatskem področju. Nimamo nobenih odprtih vprašanj, ki bi bremenili odnose med državama. Lahko samo izrazim zadovoljstvo, da je seveda tako in prepričana sem, da se bo tako nadaljevalo tudi v prihodnje.
Gospod predsednik se mi je zahvalil za pomoč, ki jo Slovenija nudi Albaniji. V zadnjih letih smo precej pomoči dali tudi v okviru popotresne obnove. Ne vem, če veste, ampak Slovenija je zgradila eno modularno šolo v Albaniji, ki je bila odprta lansko leto. Soproga predsednika Albanije je odprla to šolo. 1 milijon evrov v razvojna sredstva znotraj Centra za odličnost v financah. Veliko albanskih državnih uradnikov, javnih uslužbencev pride v Slovenijo na šolanje. Revizorji so tisti, ki zelo pogosto hodijo v Slovenijo, v Ljubljano, v ta naš center za finančno odličnost. Skratka, možnosti za sodelovanje je veliko. Gospod predsednik, iskrena hvala res za obisk in za ponujeno roko, da bova dobro sodelovala tudi v prihodnje. Oba sva šele nekaj časa na poziciji predsednika Albanije in predsednice Slovenije, tako da bo možnosti za sodelovanje res še veliko. Dovolite mi pa vseeno, pa gospod predsednik, ne mi zameriti, vendarle včeraj je Slovenijo pretreslo hudo neurje, kar precej težav imajo prebivalci moje domovine zaradi neurja s točo. Rada bi se zahvalila vsem pripadnikom civilne zaščite, gasilcev, policistov, vsem, ki trenutno pomagajo, da rešujejo probleme in težave ljudi, ki so nastale zaradi neurja. Hvala lepa, gospod predsednik, izvolite, beseda je vaša. Faleminderit presidente, përshëndetje të gjithëve. Së pari dëshiroj të shpreh Presidentes së Republikës Slovenisë, zonjës Natasha Pirc Musar, falënderimet për ftesën dhe për mikpritjen shumë të ngrohtë e miqësore që më rezervoi mua dhe delegacionit që më shoqëron. Që në fillim të takimit nënvizova interesin e madh të Shqipërisë për të thelluar bashkëpunimin me Sloveninë, si në aspektin dypalësh, ashtu dhe atë rajonal. Lidhur me këtë të fundit, shpreha mirënjohjen për rolin shumë të rëndësishëm që Slovenia dhe Presidencia Pirc Musar luajtën për stabilitetin, nxitjen e frymës së bashkëpunimit dhe zhvillimin e këtij rajoni. Nënvizova se momenti i kësaj vizite përkon me zhvillime shumë të rëndësishme, si për rajonin ton, ashtu edhe për mbar botën, të ndikuara nga agresioni rus në Ukrainë dhe zhvillimet e rëndësishme gjeopolitike. Me presidenten Pirc Musar, ndaj pikpamjen se marrëdhëniet midis dy vendeve janë shumë të mira dhe se dialogu politik është në nivelet më të larta, gjë që tregon edhe kjo vizitë e imja sot këtu në Sloveni. Ne e konsiderojmë Sloveninë një partnere të rëndësishme rajonale dhe europiane. Shpreha mirënjohje të veçantë për mbështetjen thelbësore dhe të vazhdueshme që Slovenia i ka dhënë procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në veçanti si dhe procesit të zgjerimit me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në përgjithësi. Vlerësova gjithashtu rolin domethënës që Slovenia, përmes procesit të Bërë-Dobrijunit, por edhe të forumit strategjik të Bledit, ka dhënë për mbajtjen e rajonit të Ballkanit Perëndimor në vëmendjen e agjendës së Bashkimit Evropian. Së bashku me presidenten Musar, ndam mendimin se për shkak të zhvillimit të fundit gjeopolitike, por fal edhe kontributit të Slovenisë e grupit të vendeve mike të Ballkanit Perëndimor në forumet e përmendura më lart, sot kemi një qasje të re të Bashkimit Evropian ndaj procesit të zgjerimit me vendet e rajonit tonë. Procesi i integrimit nuk konsiderohet më thjesht si një çështje teknike, por edhe si një zgjedhje e vizion strategjik. Shpreha mirënjohjen për rolin e Slovenisë në mënyrën e veçantë për angazhimin dhe në mënyrë të veçantë për angazhimin e presidentes Pirc Musar në mbështetje të stabilitetit, sigurisë, mirëkuptimit, dialogut dhe prosperitetit ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shpreha besimin se mbështetja e Slovenisë në këtë drejtim do të vijojë edhe më fort dhe më e qëndësishme. Duhet vijojnë të bashkëpunojmë ngushtë të lidhur nga partneriteti ynë në NATO dhe interesat e përbashkëta strategjike në rajonin ton dhe më gjërë. Shpreha mirënjohjen e thellë për solidaritetin dhe mbështetjen e Slovenisë për të kapërcyer pasojat e tërmetit shkatrimtar të nëntorit të vitit 2019 e në veçanti për ndërtimin e shkollës 9-vjeçare në rrethin e Krujës. Sigurisht që një vëmendje të veçantë i kushtuan bashkëpunimit ekonomik dhe nevojës së nxitjes më të madhe të tij. Vërej me kënaqësi një prirje në rritje të këtij bashkëpunimi, veçanërisht në fushën e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, ku padyshim turizmi zë një vend shumë të rëndësishëm.
E sigurova presidenten Pirs Musar që Shqipëria është interesuar për më shumë investime slovene në Shqipëri, duke evidentuar progresin e bërë dhe të vlerësuar nga organizata ndërkombëtare në drejtim të lirisë ekonomike dhe konkurrencës. Gjithashtu kërkova nga presidentja që të ndikojë sa mundet në rivendosjen e linjës ajrore direkte Ljubljanë-Tiranë, linjë e cila në të shkruarën ka qenë shumë e suksesshme dhe mund të japë një shtytje më të madhe bashkëpunimit në fushën e turizmit, por edhe ndër veprimit të bizneseve. U ndalëm edhe në fushat e tjera me interes të ndërsjellë, ku një vend veçantë kushtuam bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe të kulturës, me interesin për të harmonizuar bashkëpunimin në këto fusha. Falenderova presidenten për mirë integrimin e diasporës shqiptare në Sloveni, fal kuadrit ligjor dhe mundësive për të ruajtur identitetin kombëtar si dhe gjuhën anëtare dhe kulturën. Shpreha kënaqësinë që ky integrim po manifestohet edhe në fushën e politikës, ku shumë qytetarë me origjinë shqiptare janë zgjedhur sot në këshillat e ndryshme bashkiake në Sloveni. Sigurisht që pjesë e bisedave tona ishte edhe agresioni ushtarak rus në Ukrainë, për cilën e njoha presidenten Pirs Musar mbi kontributin e dhënë nga Shqipëria në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe nënvizova se Shqipëria është e palëkundur në mbështetje të Ukrainës. Në fund, por jo nga rëndësia, e ftova presidenten Pirs Musar për një vizitë zyrtare në Shqipëri, me dëshirën për të forcuar bashkëpunimin midis dy vendeve tona. Shumë faleminderit. Hvala obema predsednikoma. Sedaj pa je čas za novinarska vprašanja. Najprej bo novinarsko vprašanje, ki je namenjeno obema predsednikoma, zastavila naša gostja iz Albanske nacionalne televizije. Prosim. Përshëndetje, Sonila Agostini nga Radio Televizioni Shqiptar. Kohët e fundit Këshilli i Bashkimit Evropian i ka kushtuar një rëndësi më të madhe Ballkanit Perëndimor, jo vetëm për shkak të zhvillimeve të fundit gjeopolitike, por edhe për shkak të situatave të krijuara. Prandaj kam një pyetje për të dy presidentët e nderuar, si e vlerësoni ju bashkëpunimin mes vendeve edhe në dritën e këshillave që Bashkimi Evropian dhe Këshilli Evropian jep her pas here për ne. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, bashkëpunimi rajonal mbetet një parakusht për anëtarësimin e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria i kushton një vëmendje shumë të madhe bashkëpunimit rajonal, bazuar në rregullat e fuqinisë mirë, dhe BE-ja e ka falenderuar për rolin proaktiv që Shqipëria ka në lidhje me ndërtimin e marrëdhënieve të mira të fuqinisë mirë, krijimin e një fryme të bashkëpunimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe për garantimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Shqipëria vlerëson qasjen e re të Bashkimit Evropian për procesin e zgjerimit, por natyrisht kjo nuk do të thotë që ne duhet të heqim dorë nga plotësimi i standardeve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Rajoni ynë përballet me disa çështje sensitive të cilat janë të trashëguara nga kaluara e largët dhe afërt, për cilat ne nuk duhet të mbetemi peng i tyre. Duhet të na shërbejmë për mësime të nxjerra, por duhet të mendojmë më shumë për çështjet të cilat interesojnë popujve tanë në të sotmen dhe ato që do të interesojnë për të ardhmen, sidomos për të garantuar një prosperitet për popujt tanë dhe veçanërisht për rinin. Në këtë këndvështrim do të thoja që Shqipëria, edhe në fjalën time e thash që Shqipëria patjetër ka një falënderim të veçantë për Sloveninë, për faktin që ka qenë një mbështetëse pa lëkundur e rrugtimit të Shqipërisë në procesin e integrimit dhe një avokate shumë e mirë e procesit të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Janë dy forume të rëndësishme, është Bërdo Briuni dhe forumi i Bledit, të cilët kanë posaçërisht në agjendën e tyre qasjen e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimin rajonal dhe procesin e integrimit. Për këtë vit, siç e tha dhe presidentja, samiti i Bërdo Briuni do të fokusohet në ato çështje për të cilat nuk janë të lidhura me çështje ideologjike, por janë të lidhura me çështje të cilat janë më të prekshme për rajonin, çështje që janë sensitive për popujt tanë, për rinin, për emigracionin,
për katastrofat natyrore, për energjinë, kështu që të fokusohemi ke zgjidhja e problemeve të përditshme. Ja, hvala lepa za vprašanje. Približevanje Evropski uniji ni lahek posel. Slovenija to ve. Potrebno je v nacionalni pravni red sprejeti več kot 80.000 strani evropske zakonodaje in seveda potem to tudi živeti. Veste, ko je Slovenija leta 2004 vstopila v Evropsko unijo, se na tisti dan za Slovenijo ni spremenilo nič kaj dosti. Ta pot pred samim vstopom je pomembna, da na dan, ko vstopiš v Evropsko unijo, si v polni pripravljenosti in v bistvu sprememb sploh ne čutiš. Obiskala sem že regijo, bila sem v Severni Makedoniji, bila sem v Srbiji, danes se pogovarjam z albanskim kolegom, oktobra odhajam na Kosovo, še Bosna in Črna Gora me čakata na tej poti. Prioriteta Slovenije je pomagati državam Zahodnega Balkana pri vstopanju v Evropsko unijo. Osebno menim, da je mesto čisto vsake države na Zahodnem Balkanu v Evropski uniji in nikjer drugje kot v Evropski uniji. Toda na tej poti bo morala tudi politika v teh državah pokazati več politične volje. Včasih imam občutek, da je premalo. Seveda tudi Evropa ni brez napak. Evropska unija mora pospešiti ta proces pridruževanja. Veste, ko nekdo čaka v čakalnici dolgo, ampak res dolgo, je to na koncu predolgo. Kaj se zdaj v državah regije dogaja? Da ljudje ne čutijo več Evropske unije kot integracije, kjer bi regija lahko prosperirala. In to ni dobro. Zato res menim, da lokalna politika mora narediti vse, da prepriča najprej sebe, zbere tisto moč in voljo, potem bo lažje seveda prepričala tudi ljudi, da je to edino prava pot. In jaz verjamem v razum in treznost politikov na Zahodnem Balkanu, zavedati se pa moramo, da je zdaj tisti pravi trenutek. Mogoče bo vlak komu odpeljal in to nikakor ne bo dobro. Hvala. Še vprašanje slovenskih medijev. Vprašanje bo zastavila Petra Marc, TV Slovenija. Petra, izvoli. Lepo pozdravljeni. Če ste na eni strani rekli, da je Albanija država stabilnosti Zahodnega Balkana, vemo, da na Kosovu ta stabilnost ni tako samoumevna. Kako sta pokomentirala razmere, ki se trenutno na nek način malo zaostrujejo, potem malo spet padajo, ampak vsekakor ni stabilnosti na Kosovu? Vprašanje za oba predsednika. Hvala, Petra. Gospod predsednik, izvolite. Faleminderit për pyetjen. E përmenda që Shqipëria është promovuese e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe bashkëpunimit afatgjatë në rajon. Stabiliteti nuk është në një gjë që jepet falas. Duhet punuar për ta patur. Dhe për fatin e keq, situata në veriun e Kosovës, situata e kohëve të fundit, na tregoi që stabiliteti është shumë i rëndësishëm. Politika e eskalimit për të deeskaluar është një politikë e ditës, e cila i shërben politikanëve për të fituar zgjedhjet e radhës, por kurse si nuk i shërben prosperitetit të vendeve të përfshira. Si vende fqinje, na takon që të ndërtojmë marrëdhënie të fqinjësisë mirë, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe në vend të mureve të ndërtojmë ura bashkëpunimi. Na takon që çdo çështje të vjetër apo të re, çështje të cilat janë të lidhura nga dallimet të vjetra apo të reja, duhet të diskutohen, duhet të dialogohen dhe e vetmja zgjidhje është dialogu dhe gjetja e një kompromisi, pasi çdo përkeqësim i situatës së stabilitetit në rajonin e veriut Kosovës do të sjellë një destabilizim të gjithë rajonit dhe më gjerë.
që në vend që të harxojmë energjitë tona për të deeskaluar situatën e eskaluar, të harxojmë energjitë tona për të punuar, për të implementuar atë dakordsi publike që liderët e Kosovës dhe të Serbisë kanë pranuar në Bruksel dhe anekset e miratuara në Ohër. Faleminderit. V Sloveniji in tudi znotraj Evropske unije seveda pozorno spremljamo, kaj se dogaja med Beogradom in Prištino. Nisem zadovoljna s tem, kar se dogaja. In kot je poudaril moj kolega, albanski predsednik, mislim, da sva pa tu res na isti valovni dolžini. Če bo umanjkal dialog, se odnosu med državama ne piše dobro. Vsi akterji tenzij in sporov med Beogradom in Prištino morajo ampak ne stopiti zdaj korak nazaj in pustiti zadevo status quo. Dokler zadeva ne bo rešena, ne bo miru v tej regiji, ne bo miru na severu Kosova. In to, da se zdaj umaknemo nazaj in čakamo, kaj bo, tudi ni dobro. Ampak eskaliralo je praktično že do te mere, ko smo že poslušali o premikih vojaških enot in veliko bolj grobi retoriki na obeh straneh. Dialog in še enkrat dialog. Oba predsednika vlade in oba predsednika držav, torej Srbije in Kosova, morajo storiti vse, da se situacija pomiri in da rešijo zadevo. Če mene osebno vprašate, čim prej je potrebno sprejeti oziroma spoštovati že podpisan dogovor o združenju lokalne samouprave na severu Kosova, kar se tiče srbskih občin, in seveda obljuba Srbije, da ne bo ovirala poti Kosova v mednarodne institucije. To je že na mizi. In brez tega dogovora verjetno težave ne bodo hitro rešene. Tako da apeliram res na Beograd in na Prištino, da se usedejo za mizo, če je treba 2-krat, 3-krat, 10-krat, treba se je pogovarjati. Morda na tem mestu še to, Albanija je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta v Organizaciji Združenih narodov. Tudi OZN seveda spremlja problematiko na Zahodnem Balkanu, posebej tenzije med Beogradom in Prištino. Slovenija bo vstopila v Varnostni svet 1. januarja prihodnje leto, tako da to so zagotovo teme, ki se bodo obravnavali tudi tam. Zakaj to govorim? Organizacija Združenih narodov je edino multilateralno telo, ki ga imamo, moramo ga čuvati, moramo sodelovati v njej. Nobena država na tem svetu ni osamljen otok sredi oceana in tenzije med Beogradom in Prištino zagotovo vplivajo na ves Zahodni Balkan in ne nazadnje tudi na nemir znotraj Evropske unije. Predsednikoma, če ni dodatnih vprašanj, se vsem zahvaljujem, da ste se udeležili novinarske konference. Program obiska se danes nadaljuje, še danes tekom dneva in pa tudi jutri. Jutri bosta predsednika obiskala najprej Radovljico, kjer si bosta ogledala Lectarski muzej in Čebelarski in nato še Bohinj, oziroma Bled, pardon. Hvala vsem in lep dan še naprej. Hvala lepa.